Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e dytë të podcastit Safe Cons, një hapësirë ku do flasim për të drejtat tona si konsumator, për sigurinë e produkteve që përdorim çdo ditë dhe rolin që kemi në mbrojtje të vetes dhe komunitetit. Në këtë episod do të flasim për një temë shumë konkrete, por shpesh herë të nënvlerësuar: siguria e produkteve jo ushqimore dhe rolin mbikëqyrës së tregut në Shqipëri. Gjithashtu, në këtë temë do diskutojmë dhe në lidhje me hapat që ka bërë Shqipëria për grup kapitullin e dytë tregu i brendshëm, përkatësisht për kapitullin e parë që lidhet me lëvizjen e lirë të mallrave. Ky podcast, Safe Cons, është pjesë e projektit Shoqëria Civile në Veprim për përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Një projekt që po zbatohet aktualisht nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me Antark, me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Jam shumë e lumtur që kam të ftuar për të diskutuar sot zotin Julian Lupo, ekspert i sigurisë së produkteve jo ushqimore. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Në fakt, në ditët e sotme diskutohet shumë në lidhje me produktet ushqimore dhe është pak fokusi tek produktet jo ushqimore. Çfarë përfshin në vetvete siguria e produkteve jo ushqimore dhe sistemi mbikëqyrjes së tregut në Shqipëri? Siç e thatë edhe ju në nisje të këtij podcasti, kapitulli 1, që është pjesë e grup kapitullit 2 të procesit të negociatave, është një rëndësie të veçantë dhe bën pjesë tek ato që quhen kriteret ekonomike që vendi duhet të plotësojë dhe i ka detyrim për t'u antarësuar me objektivat e tanishme, paktën të qeverisë shqiptare, që pritet të mbyllet në 2027-ën i gjithë procesi teknik, pra për afrimin e legjislacionit. Kapitulli 1 mbetet nga kapitujt dhe nga sfidat më të rëndësishme të vendit, të qeverisë, po edhe të aktorëve të tjerë, të cilët përfshihen në këtë proces. Për sa i përket pjesës teknike, kapitulli 1, padyshim që një pjesë e madhe e direktivave dhe akteve janë transpozuar, por vetë Bashkimi Evropian vazhdon që të kryej rinovime, le të themi, të direktivave, të akteve, të udhëzimeve të ndryshme, dhe vendi është i detyruar që t'i përshtasë ato, pavarësisht se mund të ketë kryer transpozimin e plotë të një direktive disa vite më parë. Për sa i përket kësaj pjese, kapitulli 1 pak a shumë është nga kapitujt që ka ecur më mirë gjatë procesit, por ama mbetet pjesë e rëndësishme zbatimi i këtyre direktivave që janë kthyer në akte të ndryshme të qeverisë, si ligje apo vendime të qeverisë shqiptare. Për t'i zbatuar mbetet pjesa më e vështirë. Ky është një proces, padyshim, por ama kërkon që të përfshihen shumë aktorë, duke në radhë të parë gjithë institucionet qeveritare, doganat, mbikëqyrja e tregut, ku me mbikëqyrje e tregut përfshihen kryesisht inspektoratet dhe institucione drejtori të ndryshme, por gjithashtu edhe ato drejtori ose ministri të cilat merren me pjesën e ligjzbatimit, pra të politikë bërjes, duke i përshtatur sa më mirë këto akte, pavarësisht se transpozimi në këtë rast është i plot, por duke ngritur strukturat në mënyrë të tillë që zbatimi i tyre të jetë sa më i shpejtë dhe konform standardeve. Për sa i përket pastaj pjesës konkrete, pra pjesës se si përkthehet ky kapitull dhe i gjithë ky legjislacion, pra kapitulli 1, që përfshin sigurinë e mallrave jo ushqimore, gama është jashtëzakonisht e gjerë dhe është e prekshme për të gjithë qytetarët shqiptar, të cilët presin nga ky proces në radhë të parë rritjen e standardeve të sigurisë së jetës së tyre, të fëmijëve dhe të gjithë pjesës së prekshme, pra përfshihen produkte dhe instalime nga më të ndryshmet, fillohet që nga siguria, ku përfshihen siguria e produkteve mekanike, që mund të themi përfshihet gjithë kategoria e ashensorëve të ndryshëm të instaluar në banesa, pajisjeve të tjera ngritëse, pajisjeve vinçave, pajisjeve të tjera që përdoren mekanike në të gjithë industrinë, padyshim është e gjithë kategoria e elektroshtëpiakeve, duke filluar nga pajisjet më të vogla dhe që duken më të parëndësishme, siç mund të jenë priza të ndryshme, celular, pastaj vazhdohet me elektroshtëpiaket e mëdha e tjerë, detergjent, lodra, plastika. Do me thënë, gama është e jashtëzakonshme, pak a shumë çdo gjë që është jo ushqimore është e përfshirë në këtë kapitull, ose duke përfshirë çdo gjë që është
jo ushqim, është e përfshirë në këtë kapitull. Kur flasim për lëvizje të lirë të mallrave, i referohemi vetëm lëvizjes së mallrave brenda vendit apo në raport me vendet e treta dhe ju e përmendët pak koncepti i lëvizjes së lirë të mallrave, nuk kupton gjithashtu dhe standardet që lidhen me sigurinë apo kryesisht një aspekt cilësor të çdo produkti që hyn në treg. Ky kapitull është shumë i rëndësishëm për që nga emri lëvizja e lirë e mallrave sepse garanton që në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian lëvizin mallra me të njëjtat standarde. Pra, e përkthyer shumë thjesht, një produkt i cili shitet në një vend të Bashkimit Evropian duhet të ketë të njëjta standarde me një produkt që shitet në tregun shqiptar. Nëse ai prodhohet në Shqipëri ose importohet, kjo nuk është e rëndësishme për këtë kapitull. Pavarësisht se ku prodhohet, produkti duhet të ketë të njëjtat standarde. Pra, është e ndaluar që të vendoset në tregun shqiptar një produkt që është pa standarde sipas pjesës harmonizuar të këtij kapitulli. Pra, në këtë kapitull nuk mund negociohet për standarde të ndryshme nga ato të Bashkimit Evropian. Pra, është një kapitull që gjithë pjesa është harmonizuar dhe nuk ka diferenca midis vendeve anëtare. Pra ju mendoni që për kapitullin e parë në lidhje me standardet për produktet jo ushqimore, ne nuk do kemi afate tranzitore, jemi gati, apo ndryshon aspekti ligjor me aspektin teknik dhe praktik? Aktualisht pjesa dërmuese përjashton disa produkte të ndërtimit, për cilat legjislacioni ende nuk është i harmonizuar plotësisht, nuk nga qeveria shqiptare në vite nuk janë kërkuar periudhë tranzitore. Pra, harmonizimi ka qenë thuajse i plot për sa i përket standardeve të tregtimit dhe standardeve të prodhimit nëse ka aktivitete prodhuese në Shqipëri për këto produkte. Pra, pjesa që nuk është harmonizuar është vetëm ajo pjesë për sa i përket institucioneve o detyrimeve që është një pjesë në këtë legjislacion e cila harmonizohet në momentin që vendi bëhet antar dhe përfshihet në atë klubin e madh që është Bashkimi Evropian. Por padyshim që ky kapitull është shumë i rëndësishëm për procesin e integrues sepse Shqipëria nuk do ketë më kufi ekonomik. Pra, në marrëdhënie me vendet e tjera të Bashkimit Evropian nuk do ekzistojnë kontrolle doganore në hyrje dhe në dalje dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë produktet që hyjnë në tregun shqiptar apo prodhohen në Shqipëri, produktet jo ushqimore, duhet të jenë me standardet e Bashkimit Evropian që të mundësohet hapja e kufive dhe procesi integrues. Ndryshe, vendet cilat janë në kufi të Shqipërisë, siç është Greqia, në rastin apo Italia, do detyrohen që të vendosin kufi të tjerë nëse në Shqipëri Shqipëria bëhet burim ose origjinë e mallrave pa standarde të kësaj kategorie. Pra, është domosdoshmëri dhe është nga kriteret ekonomik kryesor për të plotësuar që përfshihet në kapitullin 1 që është pjesë e grup kapitullit 2. Dhe ashtu sikur se e nisëm temën e bisedës, sot do të flasim përgjithsisht për pjesën e sigurisë për produktet jo ushqimore dhe praktikisht u i përmendët janë produkte të cilat janë të përditshme në jetën tonë, që janë prezente në familjet tona ose çdo konsumator i blen çdo ditë. Dhe një nga funksionet kryesore ose le të themi qëllimet kryesore që të garantohet siguria e konsumatorit është pikërisht koncepti i mbikëqyrjes së tregut. Ne nisëm pak diskutimin, por në fakt çfarë do të kuptojë një konsumator me konceptin apo me sistemin e mbikëqyrjes së tregut në Shqipëri dhe kemi ne institucione të ngritura që janë përgjegjëse në këtë fushë. Mbikëqyrja e tregut, institucionet kryesore në Shqipëri ose emri që përdoret dhe mënyra se si është strukturuar janë inspektoratet. Për sa i përket pjesës së non-foodit, pra jo ushqimit, inspektoratet kryesore kanë qenë deri tani në ambrellën e Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave dhe Ministrisë së Mbrojtjes, një pjesë që merret me sigurinë e lëndëve plase që përdoren për shërbim civil, pra që nuk përdoren në ushtri. Fishek zjarret dhe disa lloje eksplozivësh që përdoren jo në industri, pra nuk përdoren në ushtri, pra përdoren për shërbim civil, në miniera
apo në hapje rrugësh, në hapje trasesh e tjerë. Pra edhe për këto kemi, më fal që po ndërpres, edhe për këto kemi standarde. Pastaj rikthehemi mbi qytet. Pa dyshim që kanë standarde dhe pjesa tjetër, siç thash, është inspektorati që është në varësi të Ministrisë së Energjetikës dhe Infrastrukturës dhe inspektorati që është në varësi aktualisht në Ministrisë së Ekonomisë pas ndarjes fundit, inspektorati i mbikëqyrjes së tregut. Pra, këto janë institucionet themelore të cilat kontrollojnë padyshim duke filluar që nga ato sipërmarrje të cilat prodhojnë në Shqipëri ose mund të prodhojnë në të ardhmen, në momentin që ato nxjerrin në tregun shqiptar, por padyshim duke filluar nga dogana. Një rol të rëndësishëm luajnë doganat, pra oficerët e doganave, të cilët bëjnë kontrollin dhe çekun e parë me bazë risku gjithmonë. Pra këto janë institucionet të cilat duhet garantojnë që produktet që vendosen në tregun shqiptar duhet të jenë në përputhje me standardet të cilat janë të përcaktuar qartësisht në legjislacioni që përfshihet në kapitullin 1. Pra të gjitha direktivat, sipas kategorive të produkteve, që janë transpozuar tashmë, duhet të zbatohen në mënyrë rigoroze nga institucionet përgjegjëse. Padyshim që institucionet përgjegjëse nuk është se do kontrollojnë çdo produkt që hyn në tregun shqiptar, pra çdo njësi, por duhet të punojnë me bazë risku. Informimi i tregtarëve, importuesve kryesisht, sepse kategoria më e madhe ose themi mbi 90% e gjitha këtyre produkteve vijnë nga importi dhe importuesit duhet të jenë shumë të informuar për detyrimet ligjore që kanë në lidhje me produktet që ata importojnë nga vendet e treta, nga vendet e origjinës, padyshim dhe prodhuesit, të cilët prodhojnë për tregun shqiptar, direkt janë të vendosur në Shqipëri, prodhojnë për Shqipërinë apo për vende të Bashkimit Evropian, duhet të jenë të informuar dhe të ngrenë strukturat e nevojshme në prodhim, ato që quhen strukturat e kontrollit cilësisë në përputhje me legjislacionin shqiptar, i cili është i harmonizuar tërësisht me legjislacionin evropian. Dua të theksoj se nga inspektoratet, pra nga mbikëqyrja e tregut, pjesa kryesore për produktet që janë jo në konformitet, jo në standarde, lidhet me heqjen e tyre nga tregu dhe shkatërimin e tyre. Pastaj padyshim që edhe operatorët ekonomik sipas rastit dhe siç e parashikon legjislacioni përkatës, përballen edhe me penalitete, pra me gjoba apo me pjesë të tjera siç është legjislacioni në fuqi. Por fillimisht ndikimi drejt për drejt i strukturave mbikëqyrëse është për heqjen apo rregullimin e produkteve aty ku ato mund të përshtaten me standardet, pra po flas për shembull rastin e një instalimi siç janë ashesor ose pajisjet ngrice apo pajisje të tjera instalime, të cilat mundet të kryejnë riparimet e nevojshme dhe të kthehen brenda standardeve duke garantuar sigurinë dhe jetën e njerëzve. Kthehemi prapë tek pika 0. Pra sistemi i mbikëqyrjes në kupton që nga momenti në rastin kur nuk prodhohen në Shqipëri që hyn në tregun shqiptar, dhe pika e parë ju e përmendët janë doganat, dhe deri në momentin që shkon tek konsumatori. Dhe ju përmendët disa inspektorate të cilat kanë objektin e ndryshëm të veprimtarisë, pra në varësi të produkteve që kontrollojnë. Për kategorinë e produkteve që shkojnë drejt për drejt tek konsumatori, sikurse janë produktet elektrike, ashensorët, lodrat, detergjentët, është inspektorati shtetëror i mbikëqyrjes së tregut. Si në vlerësimin tuaj, sa i suksesshëm ose cilat janë pikat e forta dhe pikat e dobta të këtij inspektorati për të shkuar nga tregtari tek konsumatori, sepse pak më parë ju thatë që ndoshta meqense këto janë dhe procese të reja dhe nga eksperienca që kam vënë re që inspektorati në fillimisht i ka këshilluar tregtarët, të cilët duhet të marrin të gjitha masat për të sjellë produktet në konformitet apo për të informuar në lidhje me detyrimet që kanë. Cilat janë pikat e forta dhe dobta të këtij inspektorati? Problemet e mbikëqyrjes së tregut në Shqipëri lidhen kryesisht me sistemin e karrierës ose le të themi me kompetencën të cilët kanë inspektorët që janë pjesa më e rëndësishme e inspektoratit, pra ata që bëjnë vlerësimin e konformitetit dhe kontrollin në treg të produkteve jo ushqimore. Pra, këto institucione janë institucione të reja me staf relativisht të ri në punë, pra në eksperiencë dhe kërkohet padyshim që të ketë një sistem karriere të mirëfillt për punojësit, pra për inspektorët ose për mbikëqyrësit e tregut që janë pjesë e këtyre institucioneve. Pra, pjesa më le të themi e dobët dhe më
është mungesa e eksperiencës dhe koha e pakët që kanë këto institucione që në zbatimin e këtij legjislacioni i cili për hir të vërtetës është një legjislacion i ri në Shqipëri dhe njohja me standardet e aplikuara për çdo lloj kategorie produkti, që gama e këtyre produkteve shumë e gjerë, kërkon një kohë relativisht jo të shkurtër për të njohur dhe për më tepër ta zbatuar në mënyrë korrekte ligjin. Pra, kjo është pjesa më e rëndësishme e cila i del si objektiv qeverive apo drejtuesit të këtyre institucioneve për të ngritur një sistem të mirëfillt karriere të punonjësve të cilët punojnë në këto institucione dhe duke përshtatur kurrikulat ose le të themi job description, përshkrimin e punës, qartësisht me diplomat të cilat duhen në këto lloj punësh. Pra, nuk duhet që të bëhen struktura të cilat lejojnë hyrjen në këto pozicione pune të diplomave të cilat nuk kanë një përshtatshmëri të paktën të përafërt, se nuk mund të kërkohet një përshtatshmëri e plot, pasi kategorizimi i këtyre kontrolleve është shumë i gjerë, por duhet të jetë e përafërt. Le të themi në një profil kontrollësh produkteve mekanike, inxhinieria mekanike ose diploma të përafërta me inxhinieri mekanike siç janë mekatronika apo disa diploma të tjera duhet të jenë ato që do të mbizotërojnë për të bërë kontroll. Konsiderohet ju pikë të dobët faktin që kategoritë caktuara që inspektoratësh në Shqipëri nuk kanë laborator, sepse kjo është shpesh e diskutuar nga konsumatorët, por edhe nga ekspertët e sigurisë produkteve jo ushqimore apo dhe ushqimores, thuaj se situata është disi e ngjashme në lidhje me laborator të akredituar. Pra, për të qenë më direkt, ku analizohen produkte të tilla, të cilat konstatohen nga konsumatori ose ka dyshime që nuk janë të sigurta, sikurse mund të jenë lodrat apo detergjentët. Për sa i përket kësaj çështje, ka një diskutim të madh në nivel europian po dhe botëror. Vetë Bashkimi Evropian ka marrë reforma së të forta për pjesën e laboratorëve, duke bërë laborator të qëndërzuar, pra që gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe mbikëqyrja e tregut kryesisht do kryej analiza laboratorike në laborator që do jenë në thonjza në pronësinë e institucioneve të Bashkimit Evropian. Pra, për një vend si Shqipëria, mendimi im dhe i shumë ekspertëve të kësaj fushë, për sa i përket produkteve jo ushqimore, është tepër e vështirë që të garantohen laborator për të gjithë gamën e këtyre analizave në vend, sepse do ishte një kosto e jashtëzakonshme duke marrë parasysh kategorinë e madhe të produkteve dhe kategorinë e madhe të analizave dhe kompleksitetin e këtyre analizave, ku përfshihen analiza mekanike për shumë produkte, të cilat do kërkojnë në laborator banko prova për teste force e tjerë që do kanë kosto akreditimi për më tepër, mirëmbajtje, stafesh njerëzore, do kërkohesh vetëm për sa i përket produkteve lodra, ku kuptohet që çdo produkt lodër është i ndryshëm nga tjetri, pra modele të ndryshme, dhe nëse ka dyshime do shkojë në laborator, lista e elementëve të ndaluar dhe të rrezikshëm për jetën e fëmijëve është aq e gjatë sa do kërkoheshin analiza të pafundme për ta kryer. Dhe ju thoni që ne duhet pranojmë lodra jashtë standardit. Unë nuk po thoja që ne duhet të pranojmë lodra jashtë standardit, por sot praktikat më të mira në mbikëqyrjen e tregut të produkteve jo ushqimore në import, po flas për nivelin e kategorive produkte, jo instalime, është gjurmëshmëria e produktit. Çfarë ne kuptojmë me gjurmëshmërinë e produktit? Vetë Bashkimi Evropian në gjithë legjislacionin përkatës për këtë kapitull kërkon domosdoshmërisht që produktet jo ushqimore të jenë të identifikueshme dhe të shoqëruara me dokumentacion përkatës dhe me markim përkatës. Pra, prodhuesi në momentin e prodhimit dhe të certifikimit të produktit e shoqëron produktin me një dokumentacion të plotë dhe të qartë ku merr përsipër që ky produkt është në përputhshmëri me legjislacionin evropian. Nuk ka rëndësi se ku prodhohet produkti, në Kinë, në Indi, në Bashkimin Evropian apo në Shqipëri.
por prodhuesi ka detyrimin dhe detyra e parë e inspektorëve dhe mbikëqyrjes së tregut është aty ku ka dyshime, apo aty ku ata mendojnë se mund të ketë probleme, janë produkte me risk të lartë, duhet të bëjnë gjurmëshmërinë e produktit, çka nënkupton që produkti duhet të shoqërohet me dokumentacionin përkatës dhe të ketë markimet përkatëse dhe të bëhet lidhja midis dokumentacionit dhe produktit, dhe të bëhet lidhja ndërkohë përpara se të shkohet tek analiza të kërkohet prodhuesi komunikim me prodhuesin ose me institucione të tjera të ngjashme të mbikëqyrjes tregut në Bashkimin Evropian. Pra të konsumohet pjesa e parë e kontrollit dokumentar dhe Dokumentar. Atëherë këtu kemi dy prezumime. Një, rasti ku si rezultati i kontrollit dokumentar ka një shkëputje të konceptit të gjurmëshmërisë, po përdor këtë term, Po, pra ka gjëra që nuk përputhen ose nuk ka dokumenta, dhe rasti i dytë është kur kontrolli dokumentar është në rregull, por mund të ndodhë që si rezultati analizave laboratorike, to po i marrin, po i prezumojmë ose po i marrim Po. të mirë që në lodrat kanë probleme që shfaqin nuk janë në standardet e duhura. praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe ne duke qenë se po futemi në këtë komunitet dhe po kërkojmë me ngulm që të bëhemi vend antar, e përcaktojnë qartë që i lihet një kohë prodhuesit, importuesit, në rastin e fjalë i lihet një kohë importuesit, i cili të ka detyrimin të plotësojë dokumentacionin e munguar. Në rast se importuesi nuk plotëson dokumentacionin e munguar, se është detyrimi i tij që ta plotësojë dokumentacionin për produktin dhe nuk provohet lidhja dhe ajo që është gjurmëshmëria, atëherë produkti nuk shkohet drejt analizave për kosto-shtesë, por produkti nxirret nga tregu dhe ndërkohë bëhet alert në vend, në gjithë vendin për ta hequr atë produkt nga tregu. Dhe këtu është pjesa e rëndësishme e mbikëqyrjes që këtë produkt duhet ta regjistrojë në një databazë dhe në vijim ai produkt nëse hyn sërish në tregun shqiptar nuk ka nevojë për procedura të mëtejshme, por është një produkt jo konform dhe ndiqet. Një pyetje këtu, se këtu Po. është nëse mund të bëjmë, nuk e di nëse analogjia është saktë me produktet ushqimore dhe me situatën Po. e shkaktuar në vend përgjatë verës. Pra, nëse konstatohet që nuk plotësohet dokumentacioni, pra i pari është kontrolli dokumentar dhe nuk plotësohet, ndërkohë ky produkt është i bllokuar apo është i lejuar që të nxirret në treg, se kjo është një çështje shumë sensitive. Produkti bllokohet padyshim, është në masën e në thonjza e sekuestros, pa shkuar drejt përfundimit, drejt shkatrimit dhe barra e provës i ngelet importuesit për plotësuar dokumentacionin dhe për të provuar që gjithë ky produkt është i prodhuar në përputhje me standardet dhe me legjislacionin që kemi në fuqi. Nëse importuesi apo shitsi me shumicë në mungesën e importuesit nuk e provon dot brenda periudhës kohore që parashikon legjislacioni shqiptar, përgjithsisht është 30 ditë kalendarike, atëherë produkti kalon në fazën tjetër dhe shkon për shkatrim, bllokohet dhe shkon për shkatrim. Okay. Nuk shkohet drejt analizave. Nëse pastaj kalojmë në pjesa tjetër janë skenarin e dytë, produktet të cilat mund të jenë me dokumentacion përkatës, por dhe është provuar, por ka dyshime të arsyeshme. Këtu janë dy raste. Rasti kur ka dyshime të arsyeshme dhe nuk ka një alertë ndërkombëtar për këtë produkt, atëherë bllokohet produkti, shkohet në një laborator të akredituar në një vend europian ose të rajonit që mund të ketë një laborator të tillë, kryen testet përkatëse dhe merret në bazë të asaj çka dyshohet, merret rezultati dhe në fund nëse produkti nuk plotëson standardet, shkohet drejt shkatrimit. Në rastin kur produkti ka gjithë dokumentacionin përkatës markimet, por ka një alertë ndërkombëtar ose nga Bashkimi Evropian, kryesisht ne me legjislacioni shqiptar njeh në mënyrë të padiskutueshme dhe nuk kërkon asnjë lloj informacioni shtesë, alertet që vijnë nga Rapexi ose nga sistemet e ngjashme në rastin e produkteve ushqimore nga Rafsi apo sisteme të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe në legjislacionin tonë është përcaktuar qartë që ne nuk marrim asnjë mas tjetër për të provuar nëse të kundërtën. Pra, se është bërë një alertë në Rapex. Nëse është bërë një alertë në Rapex, shkohet drejt shkatrimit pa diskutueshëm. Dhe sa efektive ka qenë kjo? Dhe sa është njoftuar konsumatori, shpyetja ime? Konsumatori mendoj se është njoftuar nëpërmjet atyre çka inspektoriatet kanë, sistemet e tyre, rrjetet e tyre, por duhet të jetë më pra komunikimi të jetë më afër konsumatorëve. Po, duhet të ketë rrjete më të forta dhe të merren masa
për ta shpërndar më shpejt lajmin, por gjithsesi mendoj se pjesë e rëndësishme për t'u përmirësuar është gjurmëshmëria e produktit. Pra theksoj dhe mendoj dhe në bazë praktikave më të mira europiane që Shqipëria nuk ka mundësi për të ngritur kapacitete laboratorike për këtë kategori produktesh, pra për produktet jo ushqimore dhe në nivele të tilla që të bëj kontroll masiv me analiza laboratorike dhe sipas çfarë kërkon legjislacioni evropian. Pra, ti mund ngresh një laborator për një element të ndaluar, por nuk ke asnjë lloj mundësie ekonomike dhe infrastrukture logjistike për të ngritur një laborator që të provosh me dhjetra elemente të ndaluar që mund të kenë produktet e plastikës, produktet lodra dhe produkte të tjera. Thënë kështu konsumatori do trembet praktikisht, sepse ky është realiteti në fakt. E gjithë Europa, prandaj dhe është ngritur i gjithë ky legjislacion. Ky legjislacion e ka në frymën e vet të integrale në të gjithë kategorinë e produkteve që gjurmëshmëria e produktit, pra nga prodhuesi dhe institucionet të cilat janë të përfshira në procesin e akreditimit gjatë prodhimit, marrin përgjegjësinë kryesore për të garantuar sigurinë e produkteve. E thënë më thjesht për konsumatorët, ne në Shqipëri nuk mund të ngrem laborator për testuar një kategori makinat që përdorim ne për ditë, pra 4 rrotakët, për të patur nëse dyshojmë se ajo makinë në modelin e saj, në një model të caktuar ka sjellë siguri për shembull në rastin e frenave apo në rast tjetër. Ne nuk mund ngrem laborator në Shqipëri, por padyshim që Europa ka laborator dhe nëpërmjet një alerti na vjen si informacion dhe thjesht mbi bazën e dokumentacionit që ka një automjet, identifikohet që është një model i caktuar dhe ai hiqet nga tregu. Pra kjo është formula apo rregulli që parashikon i gjithë ky legjislacion për produktet jo ushqimore. Pra ne punojmë me gjurmëshmëri produkti dhe me kontroll dokumentar, kontroll fizik dhe identifikim lidhjen në fund midis miqqyerjes dhe prodhuesit, përkatës aty ku është e mundur, për të marrë një informacion detajuar mbi produktin. Dhe në rastet kur e gjitha kjo prap vazhdon me dyshime, shkohet drejt testeve laboratorike që kuptohet në fund janë një kostoshtesë që i shkon taksapaguesit. Prandaj dhe duhet që të institucionet të konsumojnë pjesën e parë, pastaj të shkohet për teste laboratorike, gjithmonë flasim për produktet jo ushqimore. Diskutimi është meqense në pjesën të madhe të produkteve nuk prodhohen në Shqipëri, por importohen nga jashtë. Dhe ju e përmendët që pjesë e sistemit të mbikëqyrjes së tregut është pikërisht janë dhe doganat shqiptare dhe realisht në një logjik shumë të mirë do të ishte që pikërisht këto strukturat ishin mjaftueshëm të informuara dhe ndërgjegjësuara në mënyrë që produktet të mos futen fare në treg dhe nëse doganat i kontrollojnë të dalin jashtë. Nëse jam korrekte. Si është bashkëpunimi dhe sa janë doganat shqiptare të përgatitura të paktën për pjesën e produkteve jo ushqimore, sepse nëse flasim për produkte ushqimore janë pikat e kontrollit kufitar, ata kanë inspektor aty, ndërsa në rastin e produkteve ushqimore, informacioni im, nëse nuk është i saktë, më lejoni, nuk kemi pra inspektor specifik. Po ta marrim pak më në një kënd më të gjerë se për çfarë është i gjithë ky proces, pra integrimi evropian kapitulli 1 pikërisht është e kuptueshme që kontrolli doganor është shumë i pakët. Pse? Ne presupozojmë që të shkojmë në një vend pa kufi, pa dogan. Pra doganat janë aty dhe në vendin e Bashkimit Evropian padyshim, por nuk është më i mentaliteti ose mënyra e vjetër kur gjithë bota ishte me kufi dhe çdo proces bëj në dogan. Pra çdo kamion që kalonte me mall dhe çdo produkt bëj një çek në dogan. Ky koncept në këtë proces, pra në procesin e Bashkimit Evropian, të paktën midis vendeve të Bashkimit Evropian, midis tyre ku pretendojmë që të bëhemi edhe ne pjesë, do të bjerë. Pra doganat punojnë vetëm me bazë risku dhe mbi bazë të alertesh të cilat. Dhe padyshim që pjesa kryesore del tek mbikëqyrja e tregut midis vendeve anëtare, pra janë strukturat e mbikëqyrjes së tregut, cilat nëpërmjet kontrolleve
kryesisht në ata që quhen importuesit e mëdhenj, pra që janë në magazina, në aty ku mallrat padyshim shkojnë në sasira tepër të mëdha, është thuajse në atë mënyrë diskutimi i njëjti kontroll që mund të bëhet në dogan në këto. Padyshim që strukturat e tregut kontrollojnë edhe në shitje me pakicë etj. Por doganat, sidomos nga vendet jo të Bashkimit Evropian, duhet kenë një sistem alert të ngritur i cili do të vazhdojë edhe kur vendi të jetë antar, siç ndodh me vendet e Bashkimit Evropian, të cilat kanë dogana dhe kanë një sistem alert të ngritur, sidomos nga prodhuesit që vinë kryesisht ose mallat që vinë kryesisht nga vendet e mëdha prodhuese siç është Kina, që është nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të kategorisë së produkteve jo ushqimore, jo vetëm për Shqipërinë, por importet shqiptare, por gjithë importet e Bashkimit Evropian, sidomos për kategori të caktuara siç janë lodrat dhe elektroshtëpiaket, edhe të firmave më të mëdha europiane, prodhimi bëhet në Kinë. Por jo vetëm kaq, po shumë prodhues kinez prodhojnë për gjithë tregun evropian dhe atë amerikan. Për këto produkte padyshim që alerti është më i lartë. E nisëm diskutimin duke folur për inspektoratet dhe në maj të vitit të 2025 kemi folur për një reformë shumë të madhe të inspektorateve, një përqendrim të inspektorateve nën çadrën ose umbrellën e inspektoratit qendror, mënyra e funksionimit. Unë në gjykimin personal është ende pak e paqartë sistemi, çfarë do të nënkuptoj pikërisht ky qendërzim ose bashkim, çfarë do lloj termi që mund t'i vendosim. Në gjykimin tuaj, a ishte kjo reforma e dur që duhet bëjë inspektorateve në Shqipëri dhe përfshirje gjithë këtyre inspektorateve? Pra, realisht situata është e paqartë se cili do të jetë raporti dhe marrëdhënia, ose të paktën mbi mënyrë se si është përcjell publiku të thjeshtë. Do të jetë një kontroll, do të jetë një koordinim, një sistem i përbashkët punës, sepse gjithmonë një inspektimi ka funksionuar dhe a ishte e nevojshme dhe erdhi në kohën e dur kjo reformë inspektoratet apo shumë zhurmë për asgjë? Gjatë këtyre viteve që kemi kaluar, inspektoratet të ndryshme që kanë qenë në varësi të ministrive të ndryshme, kanë pasur forma të ndryshme të punësuarit. Inspektorët kanë qenë të punësuar me legjislacion të ndryshëm, herë me ligjin për në punësin civil, herë me kontrata pune, dhe ajo çka unë thash në fillim të fjalës sime për sa i përket mbikëqyrjes së tregut, pra ka munguar një sistem karriere i cili të afrojë një qëndrueshmëri në këto pozicione pune, siç edhe kërkohet dhe siç janë praktikat më të mira në mbikëqyrjen e tregut në vendet e Bashkimit Evropian. Nëse do shkojmë në një institucion të përafërt të Bashkimit Evropian, aty shikojmë që eksperiencat e njerëzve që punojnë si inspektor janë shumë të gjata. Përgjithsisht njerëzit në këto institucione fillojnë dhe mbarojnë karrierën në një institucion. Pra ruajtja e asaj që quhet memoria historike. Po, memoria historike dhe eksperienca e gjatë që kërkohet, pasi inspektorët e fushave caktuara janë ekspertë të mirëfillt që dinë çdo gjë mbi ato produkte, që në procesin e prodhimit elementët, sigurinë janë të updateuar me standardet, pasi në nivel Bashkimi Evropian legjislacioni updatohet vazhdimisht dhe përshtatet me zhvillimet e shkencës, teknologjisë e tjerë, dhe nuk mundet që këto institucione të kenë njerëz të rastësishëm ose që ndryshojnë vazhdimisht sipas ndryshimit të ministrive apo ndryshimit të qeverive. Pra duhet të ketë një sistem karriere të mirëfillt dhe ky qendërzim në gërmën e ligjit dhe në frym e mundson një gjë të tillë që inspektorët që do bëhen pjesë e këtij inspektoriati dhe do futen në proceset e kualifikimit të testeve dhe të kontrollit, ta kenë mundësinë që të kenë një sistem karriere. Për sa i përket qendërzimit, padyshim që ai ofron oportunitete krahasuar me ndarjen që ishte më parë, pasi padyshim që afron një sistem kontrolli më të mirë, afron gjithashtu një shpërndarje eksperiencës dhe unifikim të procesit inspektues pa të ligjit procedurial, unifikim të gjithë trupës inspektuese, pra të sistemit të mbikëqyrjes së tregut në Shqipëri, pavarësisht se ai është në fushën ushqimore dhe ushqimore, do ketë një unifikim praktikash
do uli numrin e inspektimeve në subjektet caktuara, duke patur një kontroll sa më të mirë dhe shpërndarje gjatë vitit kohor, duke mos patur përsëritje ose shkuarje në subjekte të disa trupave inspektuese për kategori të ndryshme inspektimesh brenda harqeve të ndryshme kohore. Padyshim ligji i ri ka sjell edhe një sistem të ri për sa i përket kontrolleve dhe pjesës së informimit të biznesit, pra i mundson biznesit që mos penalizohet që në herën e parë paktën me gjoba e me tjera, po të marrë masat e nevojshme që të krijojë mundësi që të operojë në mënyrë të suksesshme ose brenda standardeve, kështu që afron mundësi të mira në këtë drejtim. Padyshim që ka një pjesë që mbetet për tu parë, lidhja midis politikë bërjes, pra ministrive të linjës dhe fushës së zbatimit, pra inspektoriateve ose pjesës përkatëse që është inspektoriati përkatës, e cila duket sikur nën ambrellën e re humbet deri diku, nuk është më aq shumë e fortë. Megjithatë, kjo mbetet për tu parë në vazhdimsi, si strukturë solide dhe ajo që kërkohet karriera e këtyre punonjësve afron mundësi dhe oportunitete të reja. Dhe padyshim që mund të afrojë dhe një infrastrukturë më të mirë logjistike, e cila ka munguar, me thënë të drejtën, aktualisht mungon logjistika. Këto janë institucione operacionale, por ndërkohë kanë një mungesë të madhe për sa i përket logjistikës dhe atyre nevojave imediate, siç është transporti, mjetet e ndryshme që mundsojnë sistemin online, i cili është detyrim për sa i përket procesit të inspektimit. Pra të gjitha këto duket sikur janë më afër inspektorëve dhe zbatimit të ligjit. Shpresojmë që ky këndvështrim juaj pozitiv në fakt për këtë ndryshim dhe reformim të inspektorateve të jetë vërtet i suksesshëm. Ju keni qenë pjesë e trajnimeve që janë zhvilluar në kuadër të projektit Safe Cons me organizata trajnore përkatësisht në 2 qytete, në Shkodër dhe në Pogradec, por gjithashtu dhe me organizata që ofrojnë ndihmë juridike parsorë falas. Dhe këto trajnime janë bërë në kuadër të këtij projekti me synim për të informuar dhe të ndërgjegjësuar organizatat rinore, por dhe organizatat që ofrojnë ndihmë juridike parsorë falas në lidhje me fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, kontretat konsumatori, legjislacioni i Bashkimit Evropian, por gjithashtu dhe detyrimet që rrjedhin. Në rolin tuaj si trajner, cila ka qenë përvoja juaj me këto organizata dhe sa të rëndësishme e vlerësoni ju fuqizimin e të rinjve, por dhe organizatave tjera që nuk kanë në fokus mbrojtjen e konsumatorit për të qenë më pranë konsumatorëve? Vlerësimi im për zhvillimin e këtyre praktikave pra të trajnimit ose informimit nëpërmjet organizatave për të rinjt, po jo vetëm, për një kategori më të gjerë është shumë i rëndësishëm. Edhe po të shikojmë mënyrën se si funksionojnë institucionet e mbikëqyrjes tregut, por edhe të mbrojtjes konsumatore në Europë, pra të atij legjislacioni që ne tashmë kemi transpozuar, është shumë e rëndësishme pjesa e ankesave nga konsumatorët. Pra, këto institucione një nga burimet kryesore të punës tyre kanë ankesa. Por nëse ne nuk kemi një konsumator të informuar, atëherë nuk mund të prodhohet ankesa. Po të shikojmë sot ose po të marrim numrin e ankesave që vijnë tek institucionet përkatëse të mbikëqyrjes tregut nga konsumatorët ose tek institucionet siç është Komisioni i Mbrojtjes Konsumatorëve, por edhe Inspektorati i Mbikëqyrjes Tregut që ka një pjesë të rëndësishme të zbatimit ligjit të mbrojtjes konsumatorëve, janë shumë të pakta, janë me gishtat e dorës në një vit kalendarik. Çka me problematikat që ka tregu shqiptar për sa i përket legjislacionit, i cili është shumë i përparuar dhe standardeve të produkteve ose zbatimit të kontratave konsumatore dhe detyrimeve të tjera që kanë tregtarët, mungojnë. Pra, është e domosdoshme që të ketë një proces informues dhe trajnues për të rinj në një shkallë edhe më të madhe, pra të jenë të përfshira shoqata, projekte nga më të ndryshmet ku të përfshihen masivisht nxënës të shkollave të mesme, por edhe të nivelit universitar, sepse nëse nuk ka nga ana tjetër, pra nga ana përballë tregtarëve, konsumatorë të informuar, cilët kërkojnë drejtat e tyre dhe informojnë institucionet, shkojnë pranë institucionet mbikëqyrjes tregut
institucioneve që janë garant për mbrojtjen e konsumatorëve dhe drejtave tjera, atëherë e gjithë mbikëqyrja dhe mbrojtja konsumatore është e mangur. Pra, në këtë pjesë u mendoj se procesi i informimit dhe nëpërmjet projekteve të ndryshme për sa i përket të rinjve është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e konsumatorëve në tërësi, sigurinë e produkteve, por edhe për ngarkesën e institucioneve shtetërore të mbikëqyrjes tregut dhe atyre të mbrojtjes konsumatore. Pra janë një furnizues shumë i mirë me ankesa, duke i ngarkuar këto institucione me një punë e cila garanton dhe rezultate të larta. Zoti Lupo, ju falenderoj shumë për të gjithë informacionin që na dhënë sot, por përpara se ta mbyllim, një rekomandim ose një këshill të vlefshme për gjithë konsumatorët që po na ndjekin. Konsumatorët duhet që të jenë të informuar, të marrin informacione për produktet, të ndjekin me rigorozitet ato informacionet që produkti jep, të marrin produkte të cilat kanë markimet e ndryshme, markimin CE, rastet kur ai kërkohet, të jenë të njohur maksimalisht për të drejtat e tyre për sa i përket ligjit për mbrojtjen konsumatore, garancinë e produktit, e cila në gjithë produktet ushqimore është 2 vjet, dhe për të gjitha të drejtat e tyre për mospërputhshmërinë e produkteve, për të drejtën për t'u ankuar pranë Komisionit të Mbrojtjes Konsumatore, pranë Inspektoratit të Mbikëqyrjes Tregut dhe të gjitha institucioneve të tjera, dhe të mos hezitojnë që të kërkojnë të drejtat e tyre pranë këtyre institucioneve dhe pranë tregtarëve, pasi e drejta e konsumatorit është një drejtë tepër e rëndësishme për sa i përket aspektit ekonomik, po edhe zbatimit ligjit dhe procesit në tërësi, për çka folëm në këtë podcast. Të dashur ndjekës, në vijim të fjalës së zotit Lupo, kujdesi fillon pikërisht me informimin. Nëse mendoni se një produkt është i pasigurt, mos e mbani për vete, por informoni, ankoni dhe njëkohësisht njoftoni edhe të tjerët apo informoni edhe të tjerët. Ky ishte episodi i dytë i podcastit Safe Cons, një podcast që vjen në kuadër të projektit Shoqëria Civile në Veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, i cili po zbatohet aktualisht nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me Antark dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ju ftojmë të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona të Qendrës Konsumatorit Shqiptar, në kanalin tonë në YouTube, në LinkedIn, në website-in www.qksh.org apo dhe në Instagram. Ankoni dhe ngrini zërin, dhe sigurisht mos harroni, një konsumator i informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Faleminderit që na ndoqët dhe bashkë shihemi në episodin e radhës.